Shikues të nderuar, mirë mbrëma, jeni me lajmet qendrore të Koha Vizionit. Shfaqet sërish në publik Armata Kombëtare Shqiptare. Këtë herë pjesëtar të këtij grupi kanë thënë ekipit të agjencisë amerikane Associated Press nga Prishtina se ata do të luftojnë deri në ushtarin e fundit për të mbrojtur Kosovën. Grupi është xhiruar në veri të Kosovës dhe thotë se po patrullon në këtë pjesë për të parandaluar inkursionin eventual nga Serbia. Ushtarët e Armatës Kombëtare Shqiptare. Kjo është ceremonia e betimit për anëtarët e rinj që rekrutohen në Armatën Kombëtare Shqiptare. Pasi lexojnë betimin, pjesëtarët të grupit e nderojnë flamurin kombëtar shqiptar. Agjencia Associated Press ka xhiruar në maljet e veriut të Kosovës 40 deri në 50 pjesëtar të AKSH-s. Grupin udhëheq personit që e quajnë komandant Preka. Ai thotë se ky grup do ta mbrojë Kosovën nga kërcënimet e Serbisë dhe të gardës së Car Lazarit. Në Armatën Kombëtare Shqiptare njihen më se 12.000 ushtarë. Në çdo vend, në çdo lagj, në çdo fshat ka njerëz të Armatës Kombëtare Shqiptare. Na mendojmë edhe jemi të ushtruar për çdo ditë dhe gjoja se për çdo ditë rrezikohem prej armikut. Paka shumë e dini se armiqtë tonë janë për çdo ditë sillen këta Car Lazarit. Na duhet i dalim ndihmë këtij popullit. Garda Car Lazarit duhet të dimë edhe na vetë se përpara që kanë qenë të na këtu, që na kanë bërë. E na jemi në trojet tonë, në vendin tonë. Na nuk përshkojnë me u përzi aty në Serbi, po ata po vinë të na këtu. E për ata na duhet të mbrojmë këtë tokë edhe këtë vend ditë tërna në ushtarin e fundit. Preka ka quajtur të gabueshëm vendimin e vitit 2003 të UNMIK-ut që e shpall këtë organizatë terroriste. AKSH ka thënë se është e pakënaqur me politikën e udhëhequr nga liderët politikë të Kosovës dhe kanë quajtur të dëshuara bisedimet që aktualisht është duke udhëhequr treshja SBA-BE Rusi. Bisedimet, si marrë nga merr mendja neve, nuk ka me pas kurfar suksesi. Megjithse qysh për vitit 2000, për vitit 2000, pesheni edhe ju vetë, edhe na po për ata për çdo ditë, jo për i shtyjnë mbledhjet, jo po bojmë kështu, për ata na nuk besojnë asnjë tru. Edhe unë bëj apel shokëve tonë, të Armatës Kombëtare Shqiptare si individ edhe si ushtri, që mos me dalin në votime. Qëllimi final i AKSH-s është bashkimi të gjitha territoreve që banohen nga shumica e popullatës shqiptare. Liderët politik kanë vlerësuar disa herë se Kosovës nuk i duan grupe të tilla të armatosura, sidomos në këtë moment të rëndësishëm, nëpër të cilin po kalon vendi. Ata vlerësojnë se janë KFOR-i dhe SHPK-ja që përkujdesen për ruajtjen e sigurisë në Kosovë. Krijimi i AKSH-s i ka rënjet në vitin 2001. Krah politik i saj është Fronti për Bashkim Kombëtar Shqiptar me seli në Tiranë. E shpallur si organizatë terroriste nga UNMIK-u, KFOR-i ka thënë se nuk do të toleroj veprimtarinë e AKSH-s në Kosovë.